Ho, ho, ho! Merry Christmas and Happy New Year! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tweaking, 120 on the M-way speeding. Trust me, Daddy, there will always be a bit of my heart devoted to it. So many people. Ladies and gentlemen. London is hard. Viti i ri është një nga festat më të rëndësishme dhe më të përhapura në mbar botën, e cila bashkon njerëzit për të shënuar fillimin e një viti të ri kalendarik. Ajo është një moment të reflektimi për vitin që po mbaron, por edhe shprehi gëzimi dhe shprese për ato që po vjen. Është krijuar si një festë dhe origjinat e saj janë të ndryshme. Rreth festës së vitit të ri ekzistojnë shumë fakte dhe teori të ndryshme. Në shumicën e vendeve perëndimore, viti i ri festohet me 1 janar dhe i përket kalendarit gregorian, i cili është një përmirësim i kalendarit të romak. Romakët e lashtë fillimisht e festonin vitin e ri në mars, duke lidhur atë me fillimin e sezonit të pranverës dhe rritjen e tokave. Me kalimin e kohës dhe rregullin e kalendarit, data u vendos në 1 janar, duke nderuar Janusin, perandorin romake të dyerve dhe fillimet e reja dhe të cilët shikojnë si mbrapa ashtu edhe përpara. Në thelb, pavarësisht ndryshimeve kulturore dhe datave të festimit, viti i ri është gjithmonë një moment për të festuar, për të reflektuar mbi të kaluar dhe për të shpresuar për një të ardhme më të mirë. Ai simbolizon fillime të reja, optimizëm dhe bashkim, duke i bërë njerëzit në të gjithë botën të ndihen pjesë e një tradite globale që shënon kalimin e kohës dhe vazhdimsinë e jetës. Viti i ri është dita e parë e vitit të ri kalendarik dhe në mbar botën moderne kremtohet në 1 janar sipas kalendarit gregorian, i cili përdoret sot thuajse universalisht për qëllime civile. Në shumicën ndërmuese të shteteve, kjo ditë është festë zyrtare dhe shoqërohet me tradita të ndryshme kulturore, familjare e shoqërore, që simbolizojnë fillimin e një cikli të ri, shpresat dhe synimet të reja. Bredhi i stolisur është një nga traditat e pazëvendësueshme të vitit të ri. Tradita e bredhit e ka origjinën shumë të lashtë dhe lidhet ngushtë me kultet dhe ritualet e dimrit nëpër kultura të ndryshme. Mendohet se egjiptianët e përdornin bredhin gjatë dimrit për të simbolizuar triumfin e jetës mbi vdekjen, duke e vendosur në shtëpi si një shenjë të shpresës dhe përjetësisë. Edhe romakët, të cilët nderonin perëndinë e bujqësisë Saturnus, vendosnin ndrujnë të gjelbër dhe drita në shtëpi përgjatë stinës së dimrit dhe shkëmbenin dhurata për të shënuar fundin e vitit dhe fillimin e një periudhe të re. Gjatë mesjetës, tradita u zhvillua më tej në Evropën veriore. Gjermanët dhe skandinavët vendosnin bredha jashtë dyerve ose në sheshe të qyteteve, duke i dekoruar me fruta, drita dhe simbole të tjera, si shenjë shprese për pranverën e ardhshme dhe për të larguar shpirtrat e këqij. Me kalimin e kohës, ky simbol i gjelbërt i dimrit u adoptua brenda shtëpive, ku bredhi u bë qendra e dekorimeve festive dhe një simbol i bashkimit familjar gjatë festave të fundvitit. Babagjyshi dhe dhuratat. Figura e babagjyshit dhe tradita e dhënies së dhuratave kanë rrënjë të thella historike dhe kulturore. Në shumë vende perëndimore, dhuratat lidhen ngushtë me Krishtlindjet, ndërsa në vendin ton, ky zakon ndikohet kryesisht nga festat e vitit të ri dhe përqendrohet tek fëmijët. Megjithatë, mund të duket e çuditshme që dhuratat nuk lidhen drejt për drejt me Krishtin. Kjo praktikë ka origjinë pagane dhe lidhet me figurën
figurën e plakut të vitit të ri, i cili simbolizon mirësinë, përkujdesjen dhe dashurinë ndaj fëmijëve, veçanërisht atyre më të varfër. Babagjyshi i njohur gjithashtu si Shën Nikola ose Santa Claus në kulturat e tjera është një figurë përrallore që mishëron shpirtin e festave. Ai vjen me dhurata për të sjellë gëzim, shpresë dhe lumturi, përveç dhuratave fizike. Ai simbolizon vlerat e bujarisë, dashurisë dhe kujdesit për të tjerët, duke e bërë figurën e tij një element qendror në festat e vitit të ri dhe një kujtesë të bukur për rëndësinë e ndarjes dhe solidaritetit midis njerëzve. Për disa popullsi që ndjekin ende kalendarin julian, siç janë disa kisha ortodokse lindore, viti i ri kremtohet në 14 janar, sipas kalendarit gregorian. Ky dallim lidhet me devijimin prej 13 ditësh që ekziston sot ndërmjet dy kalendarëve. Për këto bashkësi besimtarësh, kjo datë lidhet kryesisht me traditat fetare dhe me mbylljen e një cikli liturgjik. Megjithatë, jo të gjithë vendet e botës e festojnë vitin e ri në të njëjtën ditë. Disa vende aziatike si Kina, Japonia, India dhe Vietnami, si dhe disa vende me kulturë islame, përdorin kalendarin lunar që bazohet në ciklet e hënës rreth tokës. Kjo bën që datat e festimit të vitit të ri të ndryshojnë çdo vit dhe shpesh të bien në periudha të ndryshme, si pranvera ose vjeshta. Për shembull, në Kinë, viti i ri kinez zakonisht bie midis fundjavës së janarit dhe fillimit të shkurtit dhe shoqërohet me ngjarje tradicionale, parada dhe ushqim të veçantë festiv. Festimet e vitit të ri ndryshojnë jo vetëm në datë, por edhe në zakone dhe simbole. Në kulturën perëndimore, bredhi i stolisur, babagjyshi dhe dhuratat janë elemente të zakonshëm për festat e fundvitit. Njerëzit dekorojnë shtëpitë, shkëmbejnë urime dhe dhurata që përgatitin darka festive me familje dhe miq, ndërsa në vende të tjera, tradita mund të përfshin lëshimin e fishek zjarreve, rituale për pastrimin e shtëpisë dhe aktivitete që synojnë të largojnë fatkeqësitë e vitit të kaluar dhe të sjellin fat më të mirë për vitin e ri. Zakoni për të festuar fillimin e vitit është tepër i lashtë, me rrënjë që zhyten thellë në historinë e qytetërimeve të para. Në Romën e lashtë, festa e vitit të ri lidhet veçanërisht me hyjnin janus, perëndia me dy fytyra që shikon njëkohësisht nga e kaluara dhe nga ardhmja. Pikërisht prej tij vjen edhe emri i muajit janar. Për romakët, janusi përfaqësonte fillimet, kalimet dhe portat, ndaj muaji i parë i vitit u pa si çelje simbolike e një kapitulli të ri. Në shekujt e mesjetës së hershme, kremtimet pagane të vitit të ri shpesh përziheshin me besimet lokale. Paganët e fidreve, pasues të traditave druide, festonin me gëzim të madh kalimin në vitin e ri. Megjithatë, kisha e kundërshtoi fuqishëm këtë praktik. Shën e ligji e qortoi popullin me fjalë të ashpra, duke u udhëzuar të braktisin maskat, lojrat, festimet e tepruara, parashikimet e fatit dhe zakone që ata i quajnë vepra djallëzore. Kjo qasje pasyron përpjekjet e kishës për të kontrolluar dhe formësuar kulturën popullore të kohës. Mesjeta dhe diversiteti i datave për vitin e ri. Gjatë mesjetës, edhe pse shumë vende europiane përdornin kalendarin julian, nuk kishte një datë të vetme universale për fillimin e vitit. Vende të ndryshme ndiqnin tradita të ndryshme. Në Angli dhe Irland, nga shekulli i 12 deri në vitin 1752, viti i ri festohej në 25 mars, në ditën e mishërimit të Zotit. Ky stil u ndoq edhe nga qytete si Pisa dhe Firenze. Në Spanjë, deri në fillim të shekullit të 17, viti i ri fillonte në 25 dhjetor, ditën e lindjes së Krishtit. Në Francë, deri në vitin 1564, viti i ri kremtohej në ditën e Pashkëve, kështu që data ndryshonte çdo vit. Në Republikën e Venedikut, viti i ri fillonte me 1 mars, deri në rënjën e saj në 1797. Në viset që ndiqnin traditën bizantine, viti i ri kremtohej me 1 shtator, datë që latinisht quhej koka e vitit. Ky larmishmëri datash tregon se koncepti i vitit të ri ka qenë i lidhur ngushtë me traditën fetare, bujqësore dhe politike. Në territorin e perandorisë romake dhe më vonë në shtetet europiane, datat e fillimit të vitit ndryshonin edhe brenda të njëjtit sistem kalendarik. Kjo vazhdoi deri në vitin 1691, kur Papa Inocesi i 12 dekretoi që viti që duhet të niste me 1 janar duhet të ndjekur stilin modern. Adoptimi i gjerë i kalendarit gregorian i shpallur në vitin 1582 nga Papa Gregori i 13 bëri që data 1 janar të pranohej ndërkombëtarisht si fillimi i vitit, edhe pse pati përpjekje për të ndryshuar këtë datë në disa vende, si në Francën e revolucionit me kalendarin republikan apo në Italinë fashiste në vitin e parë të epokës së re. Këto sisteme nuk mbietuan gjatë. Kalendari gregorian u rikthye statusi unik i kalendarit ndërkombëtar, i pandryshuar deri më sot. Tradita moderne është një version tjetër i zgjeruar i festave të vitit të ri. Në shumë vende të botës, dita e parë e vitit njihet edhe me emërtimin tradicional kryeviti, pasi shënon pikërisht fillimin e një cikli të ri kohor. 1 janari vjen vetëm një javë pas festës së Krishtlindjeve dhe sjell me vete një frymë të re reflektimi. Gjatë kësaj jave të veçantë,
Njerëzit priren të shikojnë pas dhe të përmbledhin ngjarje të rëndësishme të vitit që lën pas. Momentet më të bukura që i dhan gëzim shoqërisë, ngjarje tronditëse që lanë gjurmë, si dhe figura publike që u veçuan si vjet. Për shembull, është nderuar Papa Francesku si një nga personalitetet më të shquar. Gjithashtu, përmenden reforma të reja, ndryshime politike e shoqërore, parashikimet për vitin, që sapo nis dhe një sër hollësish të tjera që ndryshojnë sipas vendeve, traditave të ndryshme lokale. Për shumë popull, kjo ditë ka edhe një dimension të fortë fetar. Në Kishën Katolike 1 janari shënon solemnitetin e Nënës së Zotit, një kremtim i rëndësishëm liturgjik për besimtarët që ndjekin ritin romak. Nga ana tjetër, besimtarët që i përkasin ritit ambrozian ose ata që ndjekin formën e jashtëzakonshme të ritit romak kremtojnë rreth prerjet e Jezusit, një festë me simbolik të thellë, historike dhe shpirtërore. Nata ndërmjet 31 dhjetorit dhe 1 janarit është në shumicën ndërmuese të vendeve të botës nata e festimit të ndërrimit të viteve. Është një natë e mbushur me dritë, gëzim dhe tradicionalisht pagjumësi. Miliona njerëz rrinë zgjuar për të përshëndetur largimin e vitit të vjetër dhe për të pritur ardhjen e të riut me shpresë, me dëshira të reja dhe me zakone të hershme, shpesh herë të lidhura me bestytni e rituale të ndryshme. Kështu në Itali, hasim një mori zakonesh që lidhen me largimin e së keqes dhe fillimin e mbar të një viti të ri. Ndërto, një nga më të përhapurat është veshja me të brendshme të kuqe, që simbolizon fatin, dashurinë dhe lumturinë. Ky zakon lidhet me besimin se ngjyra e kuqe largon energjinë negative dhe tërheq energjinë pozitive për vitin që po vjen. Po ashtu, në disa zona njerëzit hedhin nga dritaret sende të vjetra, si mobilje ose enë të përdorura, për të flakur larg negativitetin e vitit që po mbyllet dhe për të bërë vend për gjëra të reja. Në tryezë, ushqimi gjithashtu ka një simbolik të veçantë. Lentiket që përfaqësojnë pasurinë dhe begatinë janë pothuajse të detyrueshme gjatë dekadës së vitit të ri. Ndërsa hani lentiket, zakonisht bëhen urime për shëndet, dashuri dhe prosperitet për 12 muajt që vijnë. Në Spanjë, një nga zakonet më të njohur është ngrënia 12 kokrave rrushi në momentin e mesnatës, një për çdo tinguj të sahatit që shënon ndërrimin e orës. Secila kokër rrushi përfaqëson një dëshirë, një urim ose një bekim për çdo muaj të vitit të ri. Ky zakon lidhet me besimin se shpejtësia dhe saktësia për të cilën konsumohen rrush mund të ndikojnë në shëndetin, lumturinë dhe fatin gjatë gjithë vitit. Në disa zona njerëzit madje përgatisin rrusht me kujdes në tas të veçantë dhe i bashkojnë me shampanjën ose verën e ëmbël për një atmosferë festimi më të gjallë. Në Rusi, traditat e hapjes së portës pas tingullimit të mesnatës ka një simbolik të bekuar. Lejohet hyrja e vitit të ri në shtëpi. Kjo simbolizon pritjen e gjërave të mira dhe largimin e çdo negativiteti të vitit të kaluar. Më pas fillohet edhe shkëmbimi i dhuratave që shpesh lidhet me familjen, miqt dhe më të afërt. Festa e vitit të ri në Rusi është gjithmonë e shoqëruar me ushqime të bollshme dhe pije dhe shpesh vazhdon deri në orët e vona të mëngjesit, duke krijuar një atmosferë ngrohtësie dhe bashkimi. Në Ekuador, njerëzit dalin në rrugë dhe organizojnë një karnavale me maska të ndryshme dhe kostume fantastike. Kulmi i festës arrihet me djegjen një figure prej kashte ose letre që përfaqëson vitin e kaluar. Ky ritual simbolizon pastrimin nga e vjetra dhe pritjen e sëres, duke ofruar një fillim të pastër dhe optimist. Ngjashëm me traditat tona gjatë karnevalit, kjo mënyrë e shfaqjes artistike dhe sociale e vitit të ri i jep komunitetit një ndjenjë të fortë uniteti dhe gëzimi. Në Japoni, familjet mblidhen në tempuj për të pirë sake dhe për të dëgjuar 108 goditje gongu. Këto goditje përfaqësojnë 108 mëkatet që sipas traditës budiste, njeriu i kryen brenda një viti. Me çdo goditje besohet se shpirti pastrohet dhe përgatitet për fillimin e paqë të një viti të ri. Në këtë kohë, njerëzit gjithashtu dërgojnë kartolina tradicionale të quajtura Nengajo, duke shprehur urimet për familjarët, miqt dhe kolegët, një zakon që lidhet me respektin dhe lidhjet ndërpersonale. Në shumë vende të përdorin kalendarin gregorian si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëri e Bashkuar, Itali dhe të tjera. Viti i ri është gjithashtu një festë civile e rëndësishme, e shoqëruar me fishek zjarre, koncerte, festa publike dhe një atmosferë gëzimi kolektive. Megjithatë, Izraeli mbetet një rast i veçantë dhe pse ndjek zyrtarisht këtë kalendar, 1 janari nuk konsiderohet festë publike. Kjo lidhet me origjinën e krishterë të festës. Megjithatë, shumë izraelite festojnë në mënyrë private, duke u takuar me familjarët dhe duke bërë festa të vogla me muzikë dhe ushqime tradicionale. Ndërkohë, viti i ri kinez, i cili ndjek kalendarin hënor, kremtohet në periudhën ndërmjet 21 janarit dhe 19 shkurtit. Ai shoqërohet me rituale plot ngjyra, zbukurime të kuqe, fishek zjarre dhe ushqime tradicionale. Çdo simbolik lidhet me pasurinë, familjen, shëndetin dhe mbarsinë. Në këtë periudhë njerëzit bëjnë vizita tek të afërmit, dhurojnë
shtojnë zarfe të kuq me para dhe dekorojnë shtëpit me motive që tërheqin fatin dhe lumturinë. Festa kineze përfshin gjithashtu performanca të dragojit dhe luanit, të cilat simbolizojnë forcën dhe fuqinë për vitin e ri që fillon. Në përgjithësi, pavarësisht të nga vendi apo kultura, traditat e vitit të ri përpiqen të mbajnë një mesazh të përbashkët, largimin e së keqes, pastrimin nga e vjetra dhe pritja e gjërave të mira me shpresë, festë dhe unitet familjar. Ato tregojnë se pavarësisht dallimeve gjeografike, njerëzit në të gjithë botën ndajnë të njëjtat dëshira, për fat, dashuri dhe begati për një fillim më të ri. Kështu kremtohet edhe në Vietnam, ku qytetet dhe fshatrat mbushen me drita, fishek zjarre dhe tinguj gëzimi. Familjet mblidhen rreth truezave plot me ushqime tradicionale, ndërsa fëmijët presin dhurata dhe ëmbëlsira që sjell viti i ri. Festimet nuk janë vetëm momente zbavitjeje, por edhe një kohë reflektimi, falënderimi dhe lutje për shëndet, begati dhe suksese për vitin që vjen. Viti i ri islamik ose Muharram festohet ditën e parë të muajit Muharram. Ai mund të përkojë me çdo periudhë të kalendarit gregorian, sepse viti hënor i kalendarit islamik është rreth 11 ditë më i shkurtër se viti diellor i kalendarit gregorian. Kjo bën që çdo vit të ri islamik të bie në një periudhë tjetër të vitit, sipas kalendarit perëndimor, duke sjell një dinamik të veçantë me ritmet e festimeve fetare dhe ato shoqërore. Viti i ri tibetian, i njohur si Losar, bie ndërmjet muajve janar dhe mars dhe shoqërohet me një sër ceremonish fetare dhe kulturore që pasqyrojnë traditat e lashta tibetiane. Përgatitjet për Losar fillojnë disa javë më parë me pastrimin e shtëpive, mureve dhe oborreve, duke simbolizuar largimin e fatkesive dhe energjive negative nga viti që po mbaron. Në manastire, munikët kryejnë rituale të posaçme falje dhe meditimi, ndërsa banorët e zonave rurale bëjnë ofrime dhe ndezin qirin për të tërhequr fat dhe shëndet. Qytetet shpërthejnë me ngjyra, muzikë dhe valle tradicionale, ku njerëzit vishen me kostume festive dhe marrin pjesë në procesione, duke bashkuar komunitetin dhe duke ruajtur trashëgiminë kulturore të rajonit. Në Iran, viti i ri i quajtur Novruz përkon me ekuinoksin pranveror më 21 mars, duke shënuar fillimin e pranverës dhe rigjallërimin e natyrës. Kjo festë ka rrënjë që datojnë mijëra vite më parë dhe është një kohë për reflektim, pastrim dhe rinovim. Familjet pastrojnë shtëpit për një ritual të quajtur Kahen Tekani dhe dekorojnë tryezat me sende simbolike si vestë të pikturuara, qirin, farëra dhe monedha që përfaqësojnë shëndetin, prosperitetin dhe lumturinë. Vizitat tek të afërmit dhe miqtë janë pjesë thelbësore e festës, duke forcuar lidhjet familjare dhe komunitare. Në Tajland, Kambodja, Birmani dhe Bengal, viti i ri quhet Songkran dhe festohet ndërmjet 13 dhe 15 prillit. Kjo festë e njohur për lojën e ujit simbolizon pastrimin e mëkateve dhe fillimin e një jete të re, plot shpresë dhe energji pozitive. Njerëzit vizitojnë tempuj për të bërë ofrime dhe bamirësi, ndërsa në rrugë shpërthejnë luftra ujërore me shishe dhe me lug uji. Tradita lidhet me astrologjinë, pasi koha e Songkranit përkon me ndryshimin e pozicionit të diellit në unazën e zodiakut, duke i dhënë festës një dimension kozmik dhe simbolik. Përveç zbavitjes, kjo është një kohë reflektimi mbi moralin dhe mirëqenien shpirtërore. Rosh Hashana, viti i ri hebraik, zakonisht kremtohet në shtator dhe përbën një kohë reflektimi dhe një kohë pendese. Hebrejt përdorin këtë periudhë për të vlerësuar vitin e kaluar dhe për të planifikuar përmirësimin e vetvetes dhe marrëdhënieve me të tjerët. Ritualet përfshin thirrjen e shofarit, një instrument tradicional nga brirët e deleve, që simbolizojnë zgjimin shpirtëror dhe thirrjen për pendes. Ushqimet speciale si mollët e zhytura në mjalt përfaqësojnë dëshirën për një vit të ëmbël dhe të begat, duke theksuar rëndësinë e shpresës dhe rinovimin shpirtëror. Viti i ri hindu, që bie 2 ditë para Diwalit, festës së dritës, në gjysmën e nëntorit shënon fillimin e një periudhe të re shpirtërore dhe materiale. Familjet pastrojnë shtëpitë dhe bizneset, ndezin llampa dhe kryejnë rituale për të tërhequr fat dhe prosperitet. Festimet përfshin ofrime drejt zotave dhe aktet e bamirësisë ndaj të afërme dhe të varfërmve. Kjo periudhë është gjithashtu një kohë për reflektim mbi detyrat morale dhe për të përqendruar në zhvillimin personal dhe harmoninë familjare. Kur akrepat e orës shënojnë mesnatën, zakonisht shpërthejnë fishek zjarre që mbushin qiellin me dritë, duke krijuar një spektakël që simbolizon shpresën dhe gjallërinë e ditës së parë të vitit të ri. Njëherësh, tapat e shisheve të verës shpërthejnë në gëzim, ndërsa njerëzit fillojnë të ëndërrojnë paratritje dhe sfida të reja. Menjëherë pas trokitjes së gotave, vendi ngelet urimeve të ngrohta për miqt dhe të afërmit kudo që ndodhen. Ho, ho, ho! Merry Christmas and Happy New Year!
London. This is London. London town. Let me take you behind that beach through the streets of London. Tweaking, 120 on the M-way speed.